Për pak ditë vjen viti I ri 2026 dhe këtë episod të Fantastic Albania shkova në Baldushk për të gjetur gjela deti bio. Aja dola val? Ndiqeni tani. Në Baldushk shkova herët në mëngjes dhe u përballa me një mjegull. Mirë po, nuk kam mjegull që më pengon mua të gjej gjela deti, sepse në Baldushk ata janë kudo. Edhe pse mjegulla është goxha e fortë, sytë e mi pan disa gjela dhe pula deti dhe erdha këtu të pyes se kush I ka, që të më mësojmë dhe mua si t'i rris, e kupton? Shoh një zonjë që po kujdeset për gjelat, të shoj. Hello gjela! Zonjë si jeni? Si e? Mirë, si jeti? Si e kaloni? Erdha në Baldushk se mbahet për gjelat e detit, është e vërtet? Shumë e vërtet është. Gjelat e detit në Baldushk janë shumë të mirë. Ju si quheni? Janë bia, unë quhem Kume. Kume, gëzojmë që të njoha, unë jam Fatosi. Dhe si që lexon dhe bluzja, unë kam humorin, Baldushku ka gjelat e detit. E kam bërë këtë bluzë ka stile për Baldushkun. Po, Baldushku vërtet ka gjelat detit. Edhe ka shumë të mirë. Jo, sa vite keni që merreni me gjelat? Unë merremi ka 30 e sa vite me gjelat detit. 30 e sa vite? Po. I qelim vet, edhe I rrisim me gjizë dhe me vezë në fillim. Me gjizë dhe vezë? Po, unë është I rris me gjizë me vezë. Pastaj fillojmë pak mill misri, me hime, pastaj tash merremi me misër. Tani sa kokë janë këtu? Unë kam 250 krem. 250? Po, 250 krem. Tani, ku dallohet gjeli nga pula nga këto? Ja, gjeli fryhet si gjel deti. Si them fryhet si gjel deti. Ndërsa pula rri klasike. Pula rri klasike. Po ca e pas kanë këtë kështu të varur, ca? Po, shto kanë gjelat. Ca se kanë të varur? Jo, e kanë të keqen donë. Ja, këtu se ka, për shembull. Po, so shmefaj. Këtë këtu me të parasjepit, po I zjatet kur ngrehet? Po, kur bëhet kështu dhe I zjatet. Po çiftime keni bërë, çiftime mes gjelave, apo nuk jetojnë gjatsa për tu çiftuar, se therën direkt? Po. Si s'bajmë, po. Kemi lanë 10 krem pula, edhe 2 gjela. Edhe 2 gjelat? Po. I kanë mbarur punë me 10. Po pse ky diskriminim, pse ky diskriminim? Po pse menon? E ke dëgjuar të këngën tuj me pula deti? E kam me ju nona. Tani unë mund t'i bëj një performancë gjelave, është mirë t'i këndosh besoj. Po. Toje, po, late detit moj, toje, po, late detit moj, toje, na kanë dalë në mes Baldushkut moj, toje. Gjithmonë kam qenë kurioz për faktin që gjelat këndojnë. Sa herë fishkollen këndojnë. Për shembull, ja një sekond. Se s'po më lidhen mirë buzët nga I ftohti. Si shpjegohet kjo gjë? Është shumë ftotja. Një gjel që është I shëndetshëm duhet të këndojë mirë? Duhet të këndojë shumë mirë. Ja, se shkëndojnë po. Ja. Po pulat këndojnë? Ja. Pulat bëjnë vezë, nuk këndojnë. Vetëm vezë. Qelin zdojsh, bëjnë vezë. Tani Kume, do më ndihmosh pak të kap ja 2, për shembull një gjel dhe një pul t'i sheste rruga, do kem sukses apo jo në shitje? Patjetër. Hajde, le të filloj lufta. Të kapa! A jeni gati?
po që do rëshkisja dhe këshu, s'ma kishte marrë mendja. Ku me që më bëre? Ne e di me shitë këtu tash. Ha, Këtë i shes. aty në. Hajde gjela deti! Hajde me greje! Hajde me greje! Me ullje me ofertë. 9.000 lek kilja gjelit. Gjel baldushku këtu migra. Ha këndoni pak ju. Prit. S'këndojnë, kanë frikë. Janë të frikësuar, nuk e din që do përfundojnë për shesh këtë vitëri. Shiko, jeta është e shkurtër. Të gjithë do e kenë një ditë një fund. Të paktën fundi juaj është në fest. Pra, të paktën ju sakrifikojeni që njerëzit të gëzohen atë ditë. Dhe të lumturohen duke ju ngrënë juve. Ndihuni mirë për këtë gjë, mos u ndini të frikësuar. Hajde gjela deti, baldoshko! 9.000 lek gjeli! Tu ja dhë njerëzve gjel me zarë. Unë kam humorin ju, merë një gjelin e detit nga baldoshko. Hajde gjela detit! Gjel deti me ofertë! Le të shkojmë të kumja. Tani zemrat e mia shkoni, ky nuk ishte fati juaj, do rroni dhe 2 javë më shumë. Bye, bye. Ja, çfarë është të punosh në fshat të shesër gjela deti. Ndoshta s'është për mua, duhet qëndroj të shalqin të lushnja. Dhe pas gjelave kam arritur në qendrën e baldushkut, ku pas meje shoh një tym, shpresoj mos jenë duke pjekë në gjel deti. Shkojmë. Qa po shisni ju? Qofte? Buk me qofte. Buk me qofte. Po të shne qofte se unë kam dëgjuar që baldushku ka gjelin e detit. Ku ka gjel deti mërë? S'ka? Gjel deti për vitri, jetë shi, aspet. Sa e sheti një buk me qofte? Si pas kujt? Si pas kaptinc. Si pas kaptinc. Tani do mësosh mu si piqet qoftja? Një mësoj, Ti është kthehet, sa ndej sa Këtë me kthej. këthy. E, përsa e vështirë është ta kthesh në i herë. Po kështu, a ke ndonjë shprehje që thua për shembull, hajde qofte, apo vin vetë? Qofte ke daja. Pra ti e daja i famshëm që bën qofte. Që erdha unë në shtu puna. Ndërkohë që ti vazhdon të bësh qofte dhe të vazhdosh punën tënde, unë po shkoj pak brenda te ky lokali të bëj pak muhabet me këto zotrinj. Po çka? Po blegtori, merreni me blegtori? Si ka, merë. Shumë pak. Shumë pak, a? Po çfarë keni, për shembull dele, lop, dhi, keca beba? Ma shumë lop. Ju të dy jeni miq? Ja me jemi. Komshirë. Komshi? Lagje. Në lagje. Po të shne 2 komshin që dalin në një kafe. Zakonisht komshinët nuk shkojnë me njëri tjetrin. dalim Po zakonisht nuk shkojnë komshinët. E kemi dato, na s'kemi që I keni ndato? E kemi dato, na. S'kemi që daj moka. Po një sekond tani, tokën e ke ndarë, po për shembull ti mund të kesh ndonjë pemë që është shumë gjitur gardhit, edhe duhet ndani dhe pemën. Si shqiptarët zihen dhe për pemë. Na presim. Përgjigjen. Unë këte kam kofitar, ke pemet. Kimi arët, gjysma është këtë taka këti, gjysma këtë taka imi, hanë bashkë. I hani bashkë. Edhe ajo bon më plot. Jep më shumë. Është sa bukur, pra ndajini pemët dhe kokrat me komshin sepse do ju bëjnë më shumë. Edhe sekreti gjeledetit ky ishte vlla. Misri verdh, edhe i shkruan kullat bio, për ne gjeli baldushkut që ma kampion. Misër të verdh, zona e bën vetë misin e verdh tu. E pra, e bëni vetë ju. Vetë misin e vetë zona, e jep gjeli detit, edhe i merr shijes
bodi verdh, se koncentrati e një të bardh. Pra ju nuk përdorni fare koncentrate. Zero. Drogra. Zero. Prandaj ka sukses sepse është bio. Po, kjo është gjithë sekreti. Çfarë keni në një gjë tjetër bio ju këtej? Kjo të gjitha. Gjitha? Po. Qa vrati mua? Shumë faleminderit ju që më mirëpritët. Jeni shumë të mirë. Faleminderit. Faleminderit. Shumë e mirë. Të ngopim zorën dhe të vazhdojmë aventurën tonë në Baldushk. Zotri si e? Si jeni? Mirë, kam ardhur për të parë Baldushkun dhe po shikoj që edhe ti pas ke gjeladeti. Sa kohë ka këtu? 30 kohë. S'pas ke shumë, unë isha të një zonjë që kishte gati 200 ajo. Ja. Si i rrit ti që këto janë gjela të mirë? Bio. Si i rrit? Shefi ja tonë në ka mjell jeshilit, kam qëtë to, e rrëshë në bachet. Mbacet, i le. Nisën e kam po vetë. Nisrin e bën vetë? Po. Ky është sekreti. Pra, nisri i bër vetë Po. dhe Jeshilik. edhe jeshillik Ja, që t'jetë bio. Po. Kështu e kanë, në? Kështu e ka. Në rregull, unë uroj të shesësh sa më shumë këtë vit, edhe një vit sa më i mbar. Amina dhe ju, inshallah, kjo si Shumë faleminderit. Një modë. Mirupafshim. Si e nana? Gëzuar Krishtlindje dhe vitin e ri. Si po kalon këtu me gjelat? Po i kullot? Qa të bëjmë mo? Si shpjegohet që gjelat e Baldushkut thuhet që janë më të mirët? I qelin vetë, I celin vetë, me ë? sjuka. Ti me kë jeton? Me cilin nga fëmijët? Të me dy qunë. Ha, me dy çunat. Si të mbajnë nuset? Të mbajnë mirë nuset? Pa i majo në nësët para. I mbajnë ti, pse çai bën ti nuseve? Që e bëje? Një për Rumpulat merresh me punë. Pa, me punë. Pse mendon ti që po mos të bëje ti punë s'do të doni nuset, a? Pa, s'dijet në? S'dihet, është një risk që ti nuk e merr dot përsipër. Pa. Pra ti je mësuar me fshatin, nuk është se erdhe në fshat edhe i mësove këtu punët. Ja, jam thënë. Tani Gomari s'po lëviz ka fare, çka ka? Ka hor shumë. Ka hangër shumë? Se kështu është kur as shumë nuk lëviz. Ja. Gomaru, bë kopa të parë. Gjithçka nisi me ty me një promo, por ja ku jemi sot, le të njihemi. Sado që njerëzit ty të lënë me njanë të paktën nuk të hanë. Gëzohu vetëm për këtë fakt, pra ti nuk do jesh në darkën e vitit të ri, Gomar. Tani kjo makina këtu çfarë makineri është kjo? Do ma tregosh pak? Dum. Ky është dumdumi i famshëm? Me vërtet? Dumdumi? Bar për lopën. Si ngitet dumdumi? Ka frena gaz? Ja, nisë me qetë se të edhe më freni ma këshume rëmojshë. Tani do më mësosh mua pak? Bente, hek vëzi. Gati, pra, në çdo episod unë mësoj nga një gjë të re, sot do mësoj si të ngas dumdumin. Sa bukur! Ma përpara çfarë profesioni keni bërë? Me çfarë punë jeni marrë? Me ndërtim. Me ndërtim?
Anë kështu që Ma në mend ke ndodhur në një incident që mos në një moment shumë i vështirë gjatë punës që e kujton shumë ose mund të ketë ndodhur në një gjë, incident. Ja, ma ta firmën që kam qenë, s'kam S'ka ndodhur, ka ecë puna mirë, po ka qenë e vështirë. Ran një herë aty ke Pallati i Sportit Partizani ka bënë fusha aty që ka pasur fusha Partizani. Ran nga kati 11. Po ran 2-3 vet, po ran ngrop kilqesa pshtun. Qa thu? Pas kanë qenë me fat. Edhe nuk ashtu, s'ka bëma gini. Dumdumi ka nevojë të kesh patent për dumdumin? Ja, me që patente. S'ka nevojë. Po ja, me kështë qenë gjatë katë më mirë me këte, kështë gamari ha më shumë, se me që me gamar do marë. Ti ndrove gomarin dhe more dumdumin. Ja, më ngordi gamari. Ngordi do më gomari? Kështu që më mirë dumdum se sa gomar. Gamari ha më shumë. Ky u më shku me marë, kam atë kelë të jetë por. Ky 200 gram navda. I shku ata. Po gomari do më shumë Do barë. të hajë, da hajë gjithë ditën. Gjithë ditën. Edhe nuk ecën më shpejt se kjo, besoj. Po ja, me që shpesë ky sa gamari jasën. Një pamje fantastike kjo e arave, por unë shoh që aty janë dy zotrin në një lokal duke bërë muhabet, shohim çfarë do më thonë ata për Baldushkun. Ja, po gjera ti. Po ja nuk e lexon bluzën, unë kam humorin, Baldushku ka gjelat e detit. Ja, po duhet jesh i vëmendshëm të lexosh bluzën, nuk ka stile. Gjera vetëm sa vjen në nuk është gjeli i sakt, ti Baldusa vjen në lushnja, vjen Lushnja, pse çka ke me lushnjën? Pagat ma unë to. Çka ke me lushnjën? Ose Jam pagat nga ma unë lushnja to unë. ditë vitit të ri. Zbarkojnë këtu ditën e vitit të ri? Po, ditë të ri ditë pagat ma unë to. Ata ka komë në vajarë. Kush? Fare se kanë zoti. Ja, ka komë në vajarë ti ka ata. O, zoti. Toke na nuk ka lushja. E firi. Këta për firi ka ato, ka zbarku ma unë në korçë në gjithën e nuk ka bia si çaketi ta se që kom na vrapi. Një sekondë se s'po kuptoj, tani kanë ardhur ma unë nga fieri dhe kanë zbarkur gjela? Qa zbarkojnë Ka zona këtu? Baldushkut. Po qa zbarkojnë këtu gjelat? Vin në rrehës zbarkojnë se në hona gjel Baldushku, ose gjel vrapi. Gjeli vrapi do bia, sa o majt malit. I sjellin këtu dhe i mbajnë ca ditë dhe i shesin pastaj. Sheshin to. A i shesin këtu? Me vërtet? Po, o gëzuar, Po qa gëzuar, kjo është për të thënë o bobo. Pra, lushnjarët e mi vinë dhe zbarkojnë gjela deti këtu dhe i shesin sikur janë gjela... E të mërshme. Edhe këtë e kam bërë lushnjarët? Po si ta dallojmë, për shembull ku një gjel është nga Baldushku dhe është nga lushnja. E po, ju e keni problemin. Vejni në i pull të kuqe gjelave. Ata e bën komuna. Gjeli dedet zona Baldushkut e i vrapit është bio. O bia, pa në prishin pun të përvëri që futën. Rrehë që futën të. Kupton? Tani, kur e ha gjelin e detit, bio, si është? I shishim. I papamën. Andahet nga kocka? I papamën. Është papam, I papamën. Do me thënë, ti kur e ha thua, Nuk të gopesh. nuk ngopesh. Me shumë mundësi mendoni që në cilin obor janë futur unë, që janë këto kanatiere të nderura këtu dhe këto batanie. A do e besonit po t'ju them që jam në njësinë administrative të Baldushkut? Po, e vërtet, dhe pse ka kanatiere gjithandej e çuditshme në fakt, por kjo është njësi administrative. Ha, e lexoni? A ju gënjeva? Jo, unë nuk ju gënjej kurrë. Pas shumë gjelave të detit dhe shumë njerëzve nuk ka ngelur gjë tjetër përveç se marketit. Unë po pikasi market dhe të shohim fletoren e tyre të borxheve. Zotre, si jeni? Si kaloni? Gëzohem, ju e keni marketin? Tani, unë po kërkoja për fletore borxhesh kudo. Kjo është e juaja, bloku? Që ka shumë i vjetër. A merrni shpesh borxhe? Shumë. Duken shumë të vjetra këto. Sa lek mund të kenë shkuar? Total. Nuk numërohen ato. Nuk numërohen? Nuk numërohen. Ai shumë Po janë? ka, domethënë ka shumë. Ka, jemi i futë asaj duke ndaluar. Ka edhe që i kanë paguar. Po. Ka. Po i kanë lojnë shumë ku ta diun? Gjithë janë pagesa. Këto që janë me vizë janë pagesa, po i kanë kaluar për shembull 10 milion lek borxh total. Jo, 10. Është shumë 10. Shumë, nuk i lejnë me shumë. Nuk lejon. Ne maksimumi për deri në 100 që
Jo, në total them unë se normal njëri Në total shumë, gjithë. Ku më lanë gjithë. Tani që po vjen vitiria do falni në i borxh apo jo? Zakonisht ne japim. Na japin tani në fund vit, ha? Jo japim, edhe ju japim. Dhe ju Edhe njerëzit, jepni. sepse në respekti që po. Për respektin. Shumë mirë. Dy krahët. Unë uroj që ky bloku të bëhet sa më shumë me viza dhe të shlyejmë gjithë borxhet që kanë. Ashtu duhet. Shumë faleminderit. Tani ju po mbështillni këtë Jonxhën për ta çuar te Lopa. Që gomari që ka ju uritur, por gomari nuk i jep? Gomari, unë ja verë racion se ky është me frena, që tregon që është i egur. Vërtet? Po t'i japësh ushqim shumë, ai të kafshon pastaj. Po mos t'i japësh apo po t'i japësh? Po t'i japësh ushqim më shumë. Vërtet, pra tërbohet nga ushqimi. Tërbohet nga ushqimi se nuk punon shumë. Mos e ngarkuat si shumë, ore. Po jo se s'ka shumë, vjet panajiri Gjelidetit. Se keni dhe panajir ju? Po. Panajiri bëhet zakonisht për 24 dhjetor. Zakonisht për këtë vit shofim. A do bëhet, varet se si organizoj. Plus pastaj ne nxjerrim pulat e rrugës kryesore. Ato që kanë, se unë i kam të shitër, po edhe vit gazetarët i intervistojnë. Intervistojnë pulat? Po, pulat bashkë gjelat dhe pronarin. Dhe pronarin. Okej, hajde shkojmë të shtëpia. Nuk të ujda të, ja. Jo, është pakar. Po këto janë 2 viça të vegjël? Të 2 viça të vegjël. O, sa të bukur. Ky është i vogël fare. Prit. Një javë sot që ka dhejtë. Një javë? Sa të vegjël. Ky është i javë, ky është i madh, ky do hiqet pas vitit të ri. Po qa emra shi ke vendos? Si vendosin me emra. A ti vendosin bashk? Po i vendosin po këto kanë jetën e shkurtër, nuk është se kanë. Pse kanë jetën e shkurtër këto? Ja, ky e zem 2 javë në janar dhe zem shumë të deri 15 janar hiqet. Do e therrësh? Po. Shkreti, me që e ka të shkurtër e quajmë shkurti? Po si dush. E quajmë shkurti, po ky kafi vogël. Ky zem e ka te fundi marsit, se ky zjat deri në pranverë, kështu që po, që të hiqet ky leshi e themi. Okej. Në arën e pranverës i hiqet. E quajmë behar këtë. Po behar e quajmë. Okej, po këtë të voglin? Këtë e quajmë. Ky kur e ka, po? Jo, ky të shohim pastaj ndoshta mund ta marrim, qofse vendosë mund ta marrim edhe për shtesë, me që është femra mirë. Është vajzë kjo? Po. Okej, shtesa pra. Po, shtesa ja dhe. Shtesa, behari dhe shkurti. Pra ky është gjeli i vjetër i cili ka që nga vjet. Po, ky është gjeli i vjetshëm. Mi fjalë. Ku ka mustaqe theti? Ku i ka mustaqe? Ja pra. Është kjo mi fjalë, se sa gjatë ka ky. Pse kjo është mustaqe? Po i themi ne për kështu. E quani ju. Po ky, nga që ka kështu që quhet gjeli i vjetër. E ka të madh. Kurse gjelat e ri e kanë më të vogël, ato janë gjelat e ri. Zihen ky me gjelat e rinj? Ky nuk zihet se ky i myt gjithë gjelat. I mbyt, ë? Po. Tregon dominancë. Ky dominant e zem, kur zihen gjelat e ri, ky thot pushoni ose diun. Dhe tash kur ti shkojnë pulat kollot ky hyn përpara. Hyn përpara ky. Po pulat preferojnë më shumë gjelin e vjetër apo të riun? Dashje pa dashje, ato do ta pranojnë, ai është komandanti dhe nuk le gjelat të ri. Ai është generali i gjelave. Ishte episodi i gjelave të detit të Baldushkut, të cilët janë më VIP se vetë unë. Ata janë më të rëndësishmit. Pa ato nuk ka fest për vit të ri. Shpresoj të ketë pëlqyer shumë ky episod dhe të vini në Baldushk për gjela deti bio. Ndërkohë, këtë episod duhet ta mbyll me shprehjen e përjavshme që lumturia ndonjëherë gjendet dhe në gjëra të vogla, si puna e gjelave të detit. Pafshim! ¡Ándale!